إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Sot me lejnë Allahut do të flasim mbi cilësitë e bashortes së mirë, cilësitë e gruas së mirë. Cilësia e parë është se bashortja e mirë apo gruaja e mirë është e bindur dhe është adhuruese. Sparjer është e bindur dhe adhuruese ndaj Allahut, pastaj është e bindur edhe ndaj burrit të sajna. Allahu e ka përmendur në Kur'an: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Allahu thot, gratë e mira janë ato që janë të bindur ndaj Allahut, që e ruajnë fshehtësinë kur burrat nuk janë të pranishëm, bima hafidh Allah, aq sa Allahu ua mundëson që t'i ruajnë. Me fjalën qanitat është për qëllim se janë vazhdimisht adhuruese ndaj Allahut. Pra gruaja e mirë, bashortja e mirë, është vazhdimisht adhuruese ndaj Allahut. Nuk e haron adhurimin ndaj Zotit asnjëherë, në çdo gjendje dhe në çdo moment. Sa prej grave e harojnë me fal namazin duke vrapu pas fëmijëve, duke vrapu pas familjarëve, duke vrapu pas punëve të shtëpisë. E laj namazin, apo e vonoj namazin deri në kohën e fundit, apo e falin pas kohës. Pra, sparjer është bindja ndaj Allahut, sparjer është adhurimi I Allahut, mi kri obligime që I kena ndaj Zotit, pastaj janë obligimet e tjera që I kemi ndaj burrit, që I kemi ndaj fëmijëve, që I kemi ndaj familjes. Pra e para është adhurimi I Zotit, kjo është për bashorten, po kjo është edhe për bashortin. Përparësi ka adhurimi ndaj Allahut, a je përparësi adhurimit ndaj Zotit, apo je përparësi punës. Pra gjithçka lihet me një anë kur vjen adhurimi I Allahut, gjithçka lihet me një anë kur vjen namazi dhe thret ezani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu është më I madhi dhe Allahu është më I madhi. Pra si burri, ashtu edhe gruaja duhet ta kenë përparësi, duhet ta kenë primare adhurimin ndaj Allahut para çdo sendi, para çdo vepre, para çdo gjoja. Kunut, qanitat, në gjuhën arabe do të thotë kur dikush është I vazhdueshëm dhe këmbgulës ndaj adhurimit ndaj Allahut. I kushton rëndësi të madhe, I ruan obligimet e fesë dhe nuk ndahet prej adhurimit të Allahut asnjëherë. Pra këto janë kuptimet që kanë të bëjnë me fjalën qanitat, që ka përmendur Allahu në Kur'an. Gratë të mira janë ato që janë të bindur ndaj Allahut. Në këtë kuptim kanë ardhur edhe hadithe të shumta të pejgamberit alayhis salam,
ku thot pejgamberi alayhis salam se gruaja e cila i fal 5 kohët e namazit, e agjëron Ramazanin, e ruan nderin e saj dhe e respekton burrin e saj, do t'i thuhet hyn në xhenet prej cilës derë dëshiron. Qëre çfarë mundësia ka dhënë Allahu subhanahu wa taala femrës, gruas? Çfarë mundësie? Çfarë shansi të mirë? Mi fal 5 kohët e namazit, me agjëru Ramazanin, me rujt nderin e saj, mi u bind burrit e sajna, dhe hyn xhenet prej cilës derë dëshiron. Kjo është një mundësi shumë e mirë, kjo është mundësi e artë që Allahu ja ka dhënë gruas, Allahu ja ka dhënë femrës. Allahu ja premton gruas muslimane këto shpërblime dhe këtë mirësi të madhe përmes gjuhës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu çka premton, nuk e thën premtimin asnjëherë. Allahu e mban premtimin kur bën premtim për diçka. Ky ajet na mëson se gruaja e devotshme duhet t'i bashkojë midis dy cilësive në raport me Zotin e saj, na më kon vazhdimisht në adhurim. Vazhdimisht me adhurim. E jo më kon neglizhente, edhe jo më kon e mangët. Në raport me burrin e saj, na duhet të jetë ruajtëse e fshehtësive, siç e ka thënë Allahu në Kur'an, hafidhatun lil ghaib, që janë që ruajnë fshehtësinë kur burrat nuk janë të pranishëm. Pra, i ruan të drejtat e burrit, fshehtësitë apo sekretet e burrit, nuk i qet jashtë prej shtëpisë. Ajo çka është në shtëpi, ato problemet të cilat janë në shtëpi, nuk i qet prej shtëpisë gruaja e mirë dhe bashortja e mirë. Kurse për sa i përket pasurisë së tij, nuk e dëmton dhe nuk e shpërdoron. Shtratin e tij nuk e tradhon dhe largohet prej çdo gjëje që e cenon nderin e saj dhe moralin e saj. Baza dhe themeli për mirësimin të gruas është kur ajo së pari përmirëson raportet me Allahun, me Zotin e saj, duke përpjekur në mënyrën më të mirë me adhuru Allahun, në mënyrën më të mirë, më të përkryer dhe më të bukur. Dhe sekreti kësaj, sekreti i adhurimit ndaj Allahut, sekreti kur gruaja i bindet Allahut dhe i bindet burrit të saj, kjo sekreti i lumturisë, është sekreti i shpëtimit dhe sekreti i suksesit të saj në jetën e kësaj bote edhe në jetën e botës tjetër. Allahu na tregon këtë ajet se gruaja e cila arrin të realizojë këto gjëra, Allahu jep sukses. Bima hafidh Allah, atsa wa mundson Allahu që t'i ruajnë. Kur gruaja i ka këto atribute, i ka këto cilësi, nuk është prej aftësisë së saj, nuk është prej zgjuarësisë së saj, nuk është prej mendjepretësisë së saj, por e gjitha kjo është sukses prej anës së Allahut subhanahu wa taala. Cilësia e dytë është ruajtja nga shejtani. Misioni i shejtanit është që njerëzve mu çrregullu jetën, që njerëzve mu prish jetën, ja u prish fen, ja u prish moralin, mi prish raportet midis njerëzve, mi prish raportet midis bashortëve, mi prish raportet midis burrit dhe midis gruas, mi prish raportet midis vëllezërve. Kjo është qëllimi i shejtanit. Siç ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhis salam, se iblisi e vendos fronin e tij mbi ujë, pastaj i dërgon njësitë e tij ushtarake, e dërgon ushtrinë e tij, i dërgon shejtanët e tij për të bërë shkatrimin në tokë. Ai që arrin pozitën më të lartë e iblisi është ai i cili bën shkatrime dhe fesad më shumëti. Kjo është më afër iblisit, kjo është më afër shejtanit, edhe këta shejtan kanë pozitë më të lartë tek iblisi. Sa më shumë që kryen shkatrime, aq më afër janë iblisit dhe aq më larg Allahut subhanahu wa taala. Bashortët duhet të jenë të vëmendshëm në këtë çështje dhe ta kuptojnë mirë se e kanë armik të fshehtë, i cili i sheh ata ndërsa ata nuk e shohin. Shejtani vazhdimisht u bën vezvese, u bën cytje, u bën kurthe, u bën intriga bashortëve, i bën intriga burrit dhe gruas. Shkon edhe i bën cytje në përvesh, këshire çish është gruaja jote, këshire çish është burri jot. I bën kurthe, i bën intriga shejtani bashortëve. Edhe kjo është arsyeja
e ndarjes midis burrit dhe gruas. Kjo është arsyeja më e madhe e shkurorzimeve, se i bindjen çytjeve të shejtanit, i bindjen intrigave të shejtanit. Ndërsa kanë ardhur hadithe të shumta që na mësojnë se si të mbrohemi prej shejtanit, si të mbrohemi prej çytjeve dhe prej kurthave të shejtanit. Ta përmendim Allahun kur hym në shtëpi, kur dalim prej shtëpisë, ta përmendim Allahun kur të ham dhe kur të pim, ta përmendim Allahun në martesë, ta përmendim Allahun në marrëdhënie intime, ta përmendim Allahun në çdo gjendje dhe në çdo situatë. Sa më shumë që e përmendim Allahun, as më larg rrin shejtani prej neve. Dhe kjo është çelësi i suksesit. Çelësi i suksesit midis bashkëshortëve. Kjo është çelësi i lumturisë midis bashkëshortëve. Se sa më shumë që e përmendin Allahun, bashkëshortët, burri dhe gruaja, aq më larg rrin shejtani dhe janë më të lumtur burri dhe gruaja. Janë më të lumtur bashkëshortët ndërmes vete. Besimtari mbrohet përmes dhikrave, përmes përmendjeve që na ka mësuar Allahu dhe na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Pashtu, bashkëshortët mbrohen prej çytjeve të shejtanit, prej kurthave të shejtanit, duke lexuar Kur'an, duke lexuar prej fjalës së Allahut subhanahu wa taala, siç ka ardhur në hadith. Në atë shtëpi e cila lexohet surja Bekare, në atë shtëpi nuk ka vend shejtani. Andaj lexoni Kur'anin, lexoni surën Bekare dhe kështu e largoni shejtanin prej shtëpive tuaja. Edhe kështu ju shtohet lumturia, ju shtohet bereqeti dhe ju shtohen begatit. Andaj, prej cilësisë së gruas së mirë është ajo gjithmonë ruhet nga kurthat e shejtanit. Sikur secili të kërkonte mbrojtje prej Allahut nga çytjet e shejtanit, sikur secili të kërkonte mbrojtje dhe të mos i pranonte çytjet e shejtanit, atëherë nuk do të ndodhin përçarje, nuk do të ndodhin ndasi, nuk do të ndodhin shkurorzime. Përvoja e shejtanit në devimin e njerëzve, përvoja e shejtanit për me bë fesad dhe çrregullime në tokë, është një përvojë shumë e madhe. Shejtani është shumë i moçëm. Prej në kohën Ademit alayhis salam. Më herët se Ademi alayhis salam. Ndërsa na jetojnë 70 vite. Ai me qindra dhe me mira vite ka jetu dhe ka përvojë të madhe se si mi mashtru njerëzit. Mirë po na kemi Kur'anin, na kemi fjalën e Allahut, na kemi sunetin e pejgamberit alayhis salam, i cili na mëson se si të mbrohemi prej shejtanit. Andaj nëse marrmi prej Kur'anit, nëse marrmi prej sunetit të pejgamberit alayhis salam, prej lutjeve që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, atëherë do të jemi të mbrojtur prej shejtanit, prej kurthave edhe prej çytjeve të tina, edhe do të kena jetë më të mirë bashkëtorë, do të kena jetë më të mirë në këtë botë, edhe do të kemi jetë më të mirë në botën tjetër. Me kaq do ta përfundoj, në hutbën e ardhshme inshallah do të vazhdojmë me cilësitë e tjera të gruas apo të bashkëshortes së mirë. Elus Allahu në madhruar me na dhon lumturi në familjet e tona. Elus Allahu në madhruar me na fal me faljen e tij të madhe, me na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elus Allahu në madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, ku do të him në xhenet pa hesab dhe pa llogari. Elus Allahu në madhruar me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarm të xhenemit. Elus Allahu në madhruar me na mbrojt prej sherrit të njerëzve, xhinëve dhe shejtanëve. Elus Allahu në madhruar me na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut, hipokrizisë dhe çdo cilësie të keqe. Elus Allahu në madhruar me na bë për atyre të cilët i falmi 5 kohë namaz, e kemi frikë Allahun, bëjna vepra të mira dhe largohemi prej veprave të këqija. Elus Allahu në madhruar me na ndriçon natën e varrit, me na lehtësu urën e siratit, dhe elus Allahu në madhruar me na tubun xhenet, çashtu që na ka tubun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.